Allahu është ai që ua pranon tauben robëve të tij. Dhe ai I fshin të këqijat. Dhe Allahu I lartësuar I di ato që I bani. Allahu I lartësuar na njofton për mirësinë e tij ndaj robëve të tij, që ai ua pranon tauben atyre që bëjnë tauba, atyre që bëjnë kthesë, duke hequr dorë nga shirku e duke u kthyer në tauhid, duke hequr dorë nga mosbindja, nga gjunahet e mëdha, e duke u bindur Allahut subhanahu wa taala. Kush bën tauba, Allahu I lartësuar ja pranon tauben. Allahu gëzohet me tauben që bën robi. Në fakt, Allahu subhanahu wa taala është ai që ja bën të mundur robit që të bëjë tauba. Allahu e udhëzon robin që të bëjë tauba. Kështu që taubja fillim e mbarim është mirësi nga Allahu subhanahu wa taala për robin. Pasi Allahu e udhëzon robin që të bëjë tauba, të heqë dorë nga shirku, të heqë dorë nga gjunahet, e të vendos mos më I bë më, dhe të ndjej keq që I ka pas bën gjunahet e të shkuarat. Allahu subhanahu wa taala është ai që udhëzon robin këtë gjë. Dhe Allahu lartësuar ja pranon tauben robit, që ky rob mos vuaj pasojat e gjunaheve. Allahu subhanahu wa taala gëzohet shumë kur robi bën tauba. Sikur se ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam në disa hadithe. Allahu I do ata që bëjnë tauba. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutahhirin. Allahu lartësuar I do ata që bëjnë tauba dhe ai I do ata që pastrohen. Që tauba është një nga veprat që e do Allahu subhanahu wa taala. Por në mënyrë që robit I pranohet taubja, duhet që plotësoj kushtet e taubes. Dhe kushtet e taubes janë që robi së pari të heqë dorë nga mëkati, e dyta të vendosë mos e bëj më në të ardhmen, e treta të ndjej keqardhje që e ka bërë gjunahun. Për kushtin e fundit, I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith, an-nadamu tauba. Keqardhja konsiderohet tauba. Se njeriu ndjen keqardhje që ka bërë gjunahun. Nëse nëse njeriu në shpirt nuk është bërë pishmon që e ka bërë gjunahun, nuk ndjen keqardhje, nuk I quhet tauba. Por në qoftë se gjunahu ka të bëjë me të drejtat e njerëzve, atëherë është kusht që njeriu të shlyejë dhe detyrimin ndaj krijesës, ndaj njeriu. Se në qoftë se nuk e shlyen detyrimin apo nuk e kërkon hallashtin robit, nuk I quhet taubja, përderisa ka të bëjë taubja me drejtën e një krijese, e njeriu. Këto pra janë kushtet e pranimit të taubes tek Allahu subhanahu wa taala. Duhet që njeriu të pendohet dhe Allahu subhanahu wa taala me mirësinë e tij, me bujarinë e tij, me mëshirën e tij ja pranon tauben. Allahu I fshin të këqijat, thot në këtë ajet, "Wa ya'fu 'anis sayyi'at." Allahu I fshin të këqijat. Edhe kjo është mirësi e madhe nga Allahu lartuar për robën. Allahu I fshin të këqijat. Njerëzit bëjnë gjunahe, njerëzit kanë të këqija. Dhe po të mos kishe rrugdalje nga gjunahet, njerëzit do shkatroheshin, do shuheshin. Në këtë botë do shuheshin dhe në ahiret do shkonin në xhenem e xhenemit. Por Allahu lartuar fal. Allahu I fshin mëkatet. Dhe Allahu lartuar ka vënë sebebe për shirjen e mëkateve. Një nga sebebet është taubja, po ka edhe sebebe të tjera, siç janë të mirat, veprat e mira I fshin të këqijat. Po hyn taubja, po hyn dhe veprat e tjera të mira, siç është namazi, agjërimi, sadakaja, dhikri e tjerë. Edhe sprovat, belat që I bin robit, janë shkak për fshirjen e gjunaheve. Po ka edhe shkaqe të tjera, të cilat mund të flasim një herë tjetër inshallah taala. Ibn Kathiri Allahu mëshiroft thot, Allahu I fshin robit gjunahet të këqija që ka bën në të kaluar, dhe ndërsa gjunahet që bën në të ardhmen, Allahu lartuar I fshin atij me tauba. Në një vend tjetër në Kur'an Allahu lartuar thot, "Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillahu ghafuran rahima." Kush bën vepër të keqe ose I bën padrejti vetes, I bën keq vetes, e pastaj I kërkon falje Allahut të lartuar, duke përmbushur kushtin e taubes, e pastaj I kërkon falje Allahut të lartuar, nën kuptohet, duke përmbushur kushtin e taubes, do të gjejë, do të konstatojë se Allahu I lartuar është falës dhe mëshirues. Në fundin e ajetit të surës Ash-Shura, Allahu I lartuar thotë, "Wa ya'lamu ma taf'alun." Dhe Allahu I di ato që ju bani. Allahu I di veprat e njerëzve, qofshin ato të mira apo të këqija, dhe Allahu do t'i shpërblej njerëzit për veprat e tyre. Kush bën mirë do gjej mirë, kush bën keq gjen dënimin tek Allahu I lartuar. Allahu na ruaj nga dënimi I tij. Allahu shpëlbej të mira, walhamdulillahi rabbil alamin.